Gjendja varreve monumentale të Koli Dromenos dhe Marubëve pritet të ndryshojë me rikonstruksionin e paralajmëruar nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, pasi dëmtimi i tyre ka qenë i pranishëm për shumë vite. Por Rozafa Shpuza, drejtuese e Galerisë së Arteve Oda, thotë se këto personalitete meritojnë shumë më tepër vlerësime dhe duhet të kenë shtatore në qytetin e Shkodrës. Unë mendoj se figura, personaliteti i Dromenos edhe i Marubit përbajnë dy shtylla kryesore ku qyteti jonë mbështetet fort. Edhe në këtë periudhë që jena, ku turizmi dhe njerëzit që vinë prej vendeve tjera, ndoshta edhe prej qyteteve tjera, pse jo nuk i njohin, din diçka, një rresht që kanë lexuar dikon në një revistë ose në një faqe internetit. Na duhet me u përfaqësu denjësisht me këto dy figura. Unë mendoj që përveç ristrukturimit që mendohet më ba në varrezat e Rrmajt, ato të kenë shtatoret e tyne në qytet. Njerëzit t'i shohin se si është mirëfilli figura këtyne dy personaliteteve. I Dromeno dhe Marubët kanë qenë dhe mbeten pika të rëndësishme referimi kulture dhe arti, ata janë të pakrahasueshëm. I Dromenoja për shembull është edhe piktori, edhe arkitekti, edhe urbanisti, edhe fotografi, po nuk mjafton që kjo figurë më përfaqësu në Shkodër vetëm me një murale diku në hymje të qytetit. Jo, ajo është një figurë shumë komplekse dhe duhet me pas një shtatore e tij. Gjithashtu edhe Marubt. Shkodra njihet nga Marubi si krijuesi i fotografisë. Nuk mjafton vetëm një muzeum. Njerëzit kanë nevojë diçka në rrugë me pa. Kështu që unë i përgëzoj të gjitha ato që po merren mirëfilli me ristrukturimin, po duhet që të gjithë bashkë me punu edhe me ideu diçka që i përfshin tona kërkesat e kohës, me bë diçka të bukur dhe cilësore. Koli Dromeno dhe dinastia Marubëve nuk i përkasin thjesht Shkodrës, por historisë son kombëtare në tërësi. Kontributi dhe krijimtaria e tyre janë pjesë e rëndësishme e identitetit tonë në arkitekturë, pikturë dhe fotografi, ndaj dhe na bëjnë krenar.